Një 30 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit policor të koduar koordinimi si autori i dyshuar një serie vjedhjesh dhe veprash të tjera penale të kryera përgjatë vitit 2025 dhe në janar të vitit 2026 në pranga ka rënë shtetasi Emilian Nikolli, i njohur ndryshe me identitetin Emilian Leshi, banues në Mamurras. Sipas policisë, Nikolli dyshohet se ka kryer 11 vjedhje, nga të cilat 7 në kërcënimin e armës. Konkretisht, ai akuzohet për vjedhje në 2 karburante, një markeci dhe një grabitje 4 taksisteve, ku dyshohet se ka përdorur një pistolet lodër për të kanosur viktimat. Po ashtu, 30 vjeçari dyshohet se ka kryer edhe 4 vjedhje të tjera në markete dhe në banesa. Përveç vjedhjeve, Nikolli akuzohet edhe për shkatrim të pronës me zjarr, pasi dyshohet se ka djegur pjesërisht një automjet në Tiranë, si dhe për veprën penale të kanosjes, pasi ka kërcënuar verbalisht ish-vjerrën e tij. Arrestimi i tij është bërë gjatë fazës së dytë të operacionit koordinimi, pas hetimeve të thelluara dhe të zhvilluara nga shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin, dhe Mirdit, në bashkëpunim me seksionin e mbështetjeve operacionale të policisë së Lezhës dhe policisë vendore të Tiranës. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale armgjau, fishek të kalibrave të ndryshëm dhe një aparat celular.